A ka keq menaxhim te kompanitë rajonale? Natyrisht që hapësirë ka për menaxhim më të mirë edhe për punë më të madhe. Për shembull, nëse kompanitë kishin ne qenë, po them kushtimisht, më të afta me e faturu më shumë ujin, i kish shoh që kish me qenë për ta fitimi më i madh, edhe rrjedhimisht kishin mujt me pas investime kapitale më ndaja. A ka keq menaxhim te kompanitë rajonale? Sipas përshtypjes te që e ki. Gjithmonë ka hapësinë për me u angazhu më shumë edhe me punu më shumë. Unë mendoj që ndërmarrjet e ujësjellësit munden me dhonë më shumë prej vetit, po mos të harrojmë që tek ndërmarrjet e ujësjellësit ka nevojë ende për rritje të kapaciteteve njerëzore, për rritje të stafit profesional. Ndoshta kjo është edhe një pikë që ata duhet të përmirësohen edhe të rekrutojnë staf profesional më shumë, cilët kishin me ndihmu menaxhmentit në përmirësimin e performancës. Natyrisht që hapësirë ka për menaxhim më të mirë edhe për punë më të madhe. Mirë, duke marrë parasysh që në vitin 2022 përqindja e realizimit të investimeve kapitale tek të hyrat vetanake, prej të hyrave vetanake ke 40%. Në 2025-ën, sa është përqindja? Nuk e kemi informatën. Nuk e kemi. Për 2024, 173. 73%, po. Ka rritje konsiderueshme. A i bie që qytetarët, për shkak se edhe duke marrë parasysh që tha dhe një pjesë e arsyeve ose shkaktarëve për rritjen e tarifave, ka qenë edhe kostoja e investimeve dhe mirëmbajtjes. A i bie që qytetarët në një forme janë duke e pagu koston e keq menaxhimit nga kompanitë rajonale? Jam e qartë edhe një herë. Rritja e tarifës që është bërë ka qenë kryesisht për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Do me thonë 90%, mbi 90% ka qenë vetëm për shkak të mbulimit të shpenzimeve të energjisë elektrike që i ka kompania ujësjellësit pas daljes në treg të lirë të energjisë elektrike. Pjesa tjetër e rritjes është rritja përfshirja e inflacionit, si dhe një përqindje e vogël e investimeve kapitale. Do me thonë nuk ka ndikim qaq të madh, po foli për këtë proces tarifor, investimet kapitale, sepse nuk ka ndikim qaq të madh këto investimet kapitale direkt në rritje tarifës. Kanë një përqindje të vogël te tarifa e ujit. Do me thonë rritja për qytetarët, rritja e tarifës ka qenë mbi 90% për shkak të rritjes së shpenzimeve të energjisë elektrike. Rritje reale të tarifës thuja nuk ka pas. Nuk ka pas. Po na kemi qenë të detyruar që me siguru një qëndrueshmëri financiare të kompanive të ujësjellësit. Qytetarët janë të interesuar me pas një kompani funksionale të ujësjellësit. Edhe për këtë arsye është dashur me rrit tarifën. Do të thonë, mbi 90% tarifa është rrit vetëm për shkak të rritjes së shpenzimeve të energjisë elektrike. Mirë, a keni konsideruar ju si ARU që çto shpenzimet që ka rrit shpenzimet operative tek shpenzimet e energjisë elektrike, që kompanitë me mbulu vetë prej, për shembull, fitimeve ose të pricave që i mbesin fund vitit? A ka qenë kjo mundësi, për shembull? Ndërmarrjet e ujësjellësit nuk kanë të prica në fund vitit. Të pricat që i kanë momentale, të pricat që janë, i kanë prej mos realizimit të investimeve kapitale. Nuk është që na kalkulojmë që kompanitë e ujësjellësit me dalë në profit në fund të çdo viti. Do të thonë këto tepricat që i kanë prej mos realizimit të investimeve kapitale dhe ato investime duhet ata me realizu. Po, a keni një shifër për vitin 2025 sa ka qenë në total për komplet 7 kompani të përfshi edhe grantet? Sa ka qenë? Jo, për vitin 2024 i kam shifra. Sa është për 14 milion euro, për afërsisht 14.200.000 euro.
ku përfshihen edhe grantet Po, edhe... këtu mos të harrojmë se këtu bëjmë pjesë edhe grantet prej donatorëve. Domethënë nuk janë komplet hyrat vetëm mjetet e kompanive të ujësjellësit, por janë edhe grantet që janë të përfshime për shkak të bashkëfinancimit me donatorë të ndryshëm. Edhe këto mjete këta janë të obliguar me shpenzu në investime. Në investime ose në shpenzime të paplanifikume. Po. Natyrisht me aprovimin e autoritetit rregullator të shërbimeve të ujit.